Dikur e refuzonte. Derisa PDK-ja dhe Aleanca refuzuan takimin me Albin Kurtin, kreu i rizgjedhur i LDK-s Lumer Abdigjiku ka zgjedhur një qasje tjetër. 2 ditë para seancës konstituive, ai do të ulet përballë liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit. Ndonse është i vetmi lider opozitar që i është përgjigjur pozitivisht kësaj ftese, jo shumë kohë më parë dhe vetë Abdigjiku kishte zgjedhur të refuzonte takimet e ftuara nga Kurti. Më 8 prill 2025, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumer Abdigjiku refuzoi ftesën e liderit të lëvizjes vetëvendosje për një takim konsultativ lidhur me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Në përgjigjen e tij publike, Abdigjiku e arsyetoi refuzimin edhe me gjuhën që sipas tij Kurti dhe lëvizja vetëvendosje kishin përdorur ndaj LDK-s para, gjatë dhe pas fushatës zgjedhore. Pas takimit të parë, Kurti zgjeroi thirrjen edhe ndaj partive të tjera parlamentare, duke kërkuar dialog për tejkalimin e ngërçit institucional. Megjithatë, takimet nuk sollën një marrëveshje politike. Me thellimin e bllokadës në procesin e konstituimit të kuvendit, në fund të qershorit ai ndërmori një përpjekje të tretë që sipas partive opozitare shihej si përpjekje jo sinqert, duke ftuar përfaqësuesit e të gjitha partive parlamentare me përjashtim të listës serbe në një takim të përbashkët për të gjetur një zgjidhje. Edhe kjo iniciativë përfundoi pa rezultat, pasi dallimet me subjekteve politike mbetën të pandryshuara. Kështu viti 2025 nuk prodhoi konsensus, duke zgjatur krizën institucionale dhe bllokadën politike në vend. Pas zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit 2025, Albin Kurti zhvilloi 3 raunde ftesësh për liderët e partive parlamentare. Megjithatë, takimet nuk prodhuan konsensus, pasi partitë opozitare refuzuan bashkëqeverisjen me lëvizjen vetëvendosje. Ngërçi politik kulmoi me mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në qershor të vitit 2026. Megjithatë, as verdikti i ri i qytetarëve nuk i dha fund krizës. Procesi i krijimit të institucioneve u përball sërish me mungesë konsensuesi, kësaj radhe rreth sigurimit të shumicës dhe kuorumit të nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Përplasjet politike vazhduan duke lënë vendin edhe një herë në pritje të një zgjidhje. Në mesin e këtij ngërshi nisën të qarkullojnë zërat për një marrëveshje të mundshme mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Spekulimet u posua nga kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-s, ku Lumer Abdigjiku njoftoi pezullimin e dialogut me vetëvendosjen, teksa u rikonfirmua edhe një herë si kryetari i kësaj partie për të vazhduar edhe më pas me bisedimet. Tash gati 2 muaj nga zgjedhjet e parakohshme, vëmendja është përqendruar tek takimi i sotëm mes Albin Kurtit dhe Lumer Abdigjikut. Ky takim pritet të tregojë nëse palët do të rikthehen me seriozitet negociatave për institucionet dhe do të hedhin hapat e parë drejt një marrëveshjeje mes 2 partive apo ngërçi politik do të vazhdojë, duke na quar sërish në zgjedhje.